Kosova ishte ndër vendet e para të rajonit që kishte përmbyllur negociatat me BE-n me sukses për reformat e planit të rritjes në verën e vitit 2024. Më pas, qeveria ka miratuar agjendën e reformave pa vonesa me 9 tetor 2024. Ndërkohë që kishim vonesë në ratifikimin e marrëveshjes, fillimisht vonesat e para ishin nga zgjedhjet e rregullta të shkurtit të vitit 2021, ku 2025, ku draft marrëveshja për Huan u finalizua tek në mars të atij viti, ndërkohë që ne zgjedhjet, siç e dini, i patëm në shkurt. Pastaj blokada që shkoi në kuvend e vonoi ratifikimin, duke vonuar kështu edhe zbatimin e reformave, duke vonuar edhe këtë takim, i cili sigurisht që do duhet të mbajmë më herët. Në maj kemi mbajtur takimin e parë në nivelin politik në udhëheqjen e kryeministrit, ku kemi diskutuar gjendjen e zbatimit të reformave dhe përshpejtimit të tyre, në veçanti të atyre hapave që kërkojnë miratim në kuvend, e në veçanti ato të cilat ishin të parapara në afatin e qershorit të periudhës grejës të këtij viti. Në këtë takim gjithashtu kemi diskutuar çështjet me prioritet sa u përket projekteve investuese. Ndërsa takimet e punës në nivel politik janë parapar me vendim që të jenë në baza 3 mujore. Pra, njëherë në 3 muaj do të takohemi së bashku me kryeministrin dhe ministrat për të parë zbatimin e agjendës së reformave. Dhe po punojmë në baza javore ditore me ministrat dhe institucionet përkatëse për zbatimin e hapave të reformave. Përveç kësaj, të gjithë ministrat kanë caktuar, ministrat përgjegjës për zbatimin e planit të rritjes kanë caktuar nga një këshilltar përgjegjës për agjendën e reformave. Vonesat nga viti i kaluar në kuvend, siç e thash edhe në fillim, kanë vonu ratifikimin e marrëveshjeve si dhe zbatimin e reformave. Fatkeqësisht blokada në kuvend vazhdon këtë vit duke vonuar tutje reformat e nevojshme që kryesisht janë ligje që duhet kaluar në kuvend. Si pasojë e kësaj blokade, në fund të këtij muaji, pra në qershor, tashmë mund të rrezikohen 9 hapa në shumë prej afër 60 milionë euro nga plani i rritjes. First of all, I would like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime. Similarly, the adoption of new laws on energy and electricity, alongside the law on energy regulator, remain a critical priority. These measures are not only essential reforms under the reform agenda, with grace periods expiring already in June and December 2026, but they also hold the key to strengthening Kosovo's energy security. And let me also recall the important opportunities that can be seized under pillars 1 and 2 of the growth plan, namely such as the single European payment area, or recent progress towards extending the Roam like at home system to Kosovo, and not to forget about all the opportunities in the context of the common regional market.